Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje të gjithë ju që jeni bashkë sot me ne. Është data 31 maj, ndërsa nesër është dita botërore e fëmijëve. Dhe sot ne vendosëm me shumë hezitim të themi kështu, ti intervistojmë disa fëmijë. Edhe nuk e dinim a do të na rrinë, as do të na rrinë, a do të mund të rrim dhe ne të qetë me ta, pa qesh, pa u bë nervoz, pa lëviz, pa i nal, dhe shpresoj që do t'ja dalim. Shkojmë me alfabet, dhe mysafirin e parë sot e kemi që emri i fillon me A. Alek. Alek. A jeti Alek Nuraj, Alek Bosi, Alek Kingu, Alek Nuraj? Alek Kingu. Alek Kingu? Unë e kom menu që i Alek Bosi, se mu krejt atje shokët e tu, po më thonë që është Alek Bosi prej Strelci. Tash, ti je djali i? Urt. Djali urta? A hiq s'bën shira? Jo. E a je djali i Milotit edhe i Albës? Po. A je nipi i nonit, baba gjyshit edhe gjyshes? Po. Kon e dënë mas shumë ti kalzojt të tagjirit. Kërkones. Hajgore më ka bëj. Kon? Hajgore, kërkon. Hajgore, po vol. Tret. Jo, dikon e dënë ma shumë. Tret. A e dënë baba gjyshin, a nonin? Tretet. Të treta. Sa djali mirë ti. E mirë, ti e ki edhe një motër të vogël që e ka emnin Yrsa. Po. Ashtë e mirë? Po. A bërtet? A pisket na i herë Yrsa? Ka pak. E kallëzëm të ashtë i mëj. Kush bërtet ma shumë në shpet? Ti a Yrsa? Yrsa? Kush i thot shu Yrsa? A i thot babi a mami? Gjyshes teme dhe gjysha... Baba gjyshes teme dhe nonis. Ata i thojnë shuj, Yrsa, shuj. Po. Okej. Ka ne dojnë ma shumë, ty a Yrsën? Mu. Po ty pra, se ti je Alek Bosi. Ja, Alek Kinge. Alek Kingi, gjithë bre po haraj. A je Alek Tigri, se i Strelcit? Po. Mirë, kallëzëm të ashti mu, ti qa ki qef me hongër? Pankejk me Nutell. Krejt me Nutell, ku edhe mu qa më pëlqen? Qa? Krejt me Nutell. Krejt me Nutell. Edhe mu. Edhe mu. Kush bën me hongër? Te shpia jote? Babi a mami? Ana. Ti? Qa din ti me bo me hongër? Kërgjë. E qysh, une e kur gjë? Mami, e babi a bën me hongër? Po bën veç domate, edhe... I pren domatet? A shumë shtirëm i pren domatet? Edhe djath, edhe... Po? Edhe shpanaq. Edhe spanac? Po. Edhe kur gjë tjetër? E veza përgon babi? Vo a përgon? A përgjit vo? Mami. A mami? Okej. Mirë. Qyre, sot është e dile, dje o kone shtune. Po. Qa hani ju të shtuneve? Shtune? Po. Hojno... Sty. A bleni lokuma? Po. A të shtuneve veç bleni lokuma? Po. E dilleve a bleni lokuma? Po. E të haneve? Jo. Do me thonë, mami edhe babi s'din me bo lokuma.
Pse s'vjen ti te taxheri me t'i bo llokumat? Pse? Po pse mos me t'i bo te taxheri llokumat? Për... Zdi. Ishdi, ani, a I thu babit edhe mamit? Hajtë shkojmë te taxheri se te taxheri na bo llokuma? Po, edhe më len vetë. Edhe t'len vetë, po qashtu. Po, edhe Edhe ti... bujtë të ty. Edhe bun te une, edhe lun me pojin. Po, Po, e ku luni me pojin? Te dhoma pojit. po. Po, me çka lun? Luna me lutra. Po pra, cilat lodrat pëlqejnë ty mas shumë ti? Altijat. Ho! Altijat, o tigër I strelcit, altijat, a? Po. Cilat altijat, ato t'voglat, ato t'ndajat, ato pushkat? Ato në dhojat edhe ato të pushkat. O, a e kina jaltitit e shpia? Po. 2 altija. Veç 2? Jo, 3. A, 3, okej. Kush t'i ka ble? Babja? Me të zez edhe me të pëtërkalt. Po, Ma ka ble gjyshi që atje kur jena ku në malë tu lut me burë. po, E kena gjenë një shpi. Po. Tani jena këthy apet të shpia. Po. Tani që ato që shbën tang, edhe I ko që ato, ma ka ble doja, edhe që ato. e ato tretën, kush ta ka ble tretën? Që ato tretën ma ka ble mami që shbën traran. Rata. Po, E cilat pëlqen mas shumë ti? në gjaj. Ha? Cilat pëlqen? E gjyshit, e dajas, e mamit? Dojes. Dajes, okej, bravo daja, ja ki bleq ato që ka qep Aleku. Doja kur e ka sëni, që shi lujina. Po, a qashtu, a ki qef me lujtë sëni? Po. Qa ki qef me t'ble mami dhe babi ty? Me mbili na jalti. Apet altia? Po. Po jo me I zemër, 3 altia I ki qa po t'vin ma shumë? Me t'ble diçka tjetër? Sëngjire. Qarë zingjiri? Me kur ka fëtë, kur e qëtë me Shqiponja. Me Shqiponje ki qef. E Po. pse? Për që është? A pse je shqiptara? Po. Po bra. A din ti naj kong? A din Gjamadani via? Jo. Se din. A ta knojna pak bashk. Jo, e din kënë di. Qa e din? Të edin, kështë këtë qëto di. Ani hajt knoja pak të taxhirit. No, Ha? no. Jo? No? Why? Për që është? Për qashto, ani. Mirë, ti baba gjyshin edhe nonin e kin strelc. Qka bon kur shkon strelc? Dëboft mirë. Luj me lutra. Qfar lodrash? Lutra kur ka shumë, sena. Okej. Kalzom, a del n'bjeshk kur shkon strelc? Me babi? Bjeshk? Jo. Pse s'del n'bjeshk ti? A din sa bjeshk e mira janë atje? Bisht është lartë, të mali është. Mali. E a shkon të mali? Po, Po dhe? A knaqesh? po, të luj me burë. Edhe tjetër me qka lun? A ki bëna I dërdolec? Jo, veç ja kam bu një tëp, ja kam gjynë baba gjishit, kena lujt me qasinë. Me qasinë kur lujna gjithë. A po, a ta ka këthy edhe ty baba gjyshi? Po, Edhe kush ka fitu, kush o kon maj forti? one. Po, pra, normal. Okej, kalzëm të ashti mu, ti shkon në strelc shpesh. Po, ti ke shku edhe në Tiran. Kam shku kërë... Kalzëm atë pëlqen Tirana, Prishtina, strelci? Tirana. Tirana, e Prishtina nuk të pëlqena? Po, edhe Prishtina. Mirë, e kalzëm me aeroplan ku ki qef me shku? A ki qef me shku në Egypt? Ndeti. Ndeti? Po, Në kam cilin ndeti? Ndeti në qip. Në Egypt? A të ka pëlqy Egyptia? Po, ka pas shumë edhe ka pas edhe ani. Edhe ania ki hyp në ania? Po, Edhe a je friguj kur ke hyp në ania, je tut? jo, valla. Hyqa? Jo, po tani kur kam shku të Ujifel, e kam veç ato joknën,
Po? Edhe kam në tuj, kam qitë që ato syza, edhe që ato, tani kush bëdu ape që ato, veç që kam qitë syza, tani kam hi në uj. Edhe ki notu? Po. Bravo. Edhe mu ka fën qaj, kujdes, po tani kur e dish që ato, më në që me hi krifel edhe mu në shmu dik. Po dhe, nuk bën me hek ato. Jo. Veç, unë e di që ti shkon edhe not. Edhe shkon ushtrimet notit, apo te pishina. Po moj me bu ushtrime, po që ato duhe me në shëndjoli është, po kur shkën deri, kur jena uj, veç shkën deri në vel, edhe shkën ma shpejt, edhe unë që ato. Edhe? Edhe kur më vë trajneri, se kish gu që atje, po kam qef, tani trajneri më thët që del jashtë. Oh, që del jashtë, qëtë jashtë? Po. E që i thu ti? I thuj, ju, një që në i thuj ju, po kur në i tjoli është, Ona veç luj me gjithë nga sena, më me nejtë 10 minuta. Bravo. A është ma mirë me najtë djali urt, a mos me najtë djali urt? Me nejtë djali urt. Pra, që ashtu. Qa ke boti kove të fundit e ki hek një dhëmë për mdoket? Po. A të ka dhimt? Po. Mi ka pru zona të pore. Që e ki hek dhomina? Po. Cilin e ki shokun ma të mirë kopsht? Melisën. Shoqe! A e mirë Melisa? Qysh? A është e mirë? Po. Edhe anën. Edhe anën. A nuk ki shok të kopshta veç shoqe kia? Ju, edhe shukam, po e kam edhe molin edhe orten. Apo nësë me ma qirë? Ja, pa më kallëzu, kanë prej shokve dhe shoqeve e ki ma të mirë, nuk ta qeli. Kallëzam. E kam ma të mirë në orten. Pse e do në artin? Për kam qepë, kam shok. Edhe molin e kam. Ama, artin e ki ma shoka? Po edhe molin. Okej, mirë. E Melisën? Edhe Melisën po, edhe anën. Edhe anën, okej. Kallëzoj ti të tagjerit, unë e di që ti futbolit pëlqen shumë. A të pëlqen futbolit? Po, ame. A i nje futbolistat? Po. Hajtë përmen me do. Ronaldo, Messi, Po, edhe që ato basketbolat. Po, ata të basketbolit të pëlqena? Po, kur e ki topin e basketbolit. Kur e ki topin e basketbolit. E kur e ki topin e futbolit pëlqen futbolistat? Po, veç krejt futbolistat. Krejt. Po, ame. Presh. I meritove se, ma dhe përgjigjen. Okej, ti shekon superhero. Cili superhero kishe pas që? Fleshi. Kush? Fleshi. Ma Fleshi shpejte. pse? Për që ashtë? E pse Fleshi? Bërë, kam qef. Kam qef, a ki qef pse është i shpejt? Po, është i shpejt. Edhe ti ki qef me qeni shpejta? Po. Okej, masi ke qef me qeni shpejt, lej që ato shpejt që aty edhe hape shpejt që to. Qa? Qëre, gjirafa, qëre që ka pru për ty. Qëre, shpejt, shpejt, Po, shpejt, 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 shpejt. Hape. Hape. Qa të ka pru më re gjirafa? Ata qelë të ta gjeri, bravo. Qira. E vës të qiri be. Një man të ta gjeri, prit. Edhe të ta gjeri që të durë si tuja ti ka pak. Ma qenë në orë. Po zemër. Që kjo është ora. Orën tash. Smartwatch. A din ti që është smartwatch? Qa? është ore meqme. Edhe e ki dhurat prej gjirafës. Pse? Pse ka pas qef gjirafa me ti ashtu. E që to tash duhet babi me ti rahatu. Shkon të babi, ti ndreq babi. Puqet të tagjerin. O fishëmra ju. O shpirt. Bye bye. Bye.
E përfunduam intervistën me Alekun, ndërsa në këto qaste... Faleminderit. Shpirti jem, faleminderit. I themi ne edhe gjirafës, thuj faleminderit gjirafës. Kuve? Kubre, thuj gjirafa faleminderit. Gjirafa faleminderit. Miq të nderuar, në radhë tani e kemi Poem Blu Vula. Mirë se erdhe Poem Blu Vula. Si jeni? A jeni mirë? Më trego, a je poem blu, a je poji, a je potulane, a je poti, a je Pocahontas, a je Mowgli, a je Rakatushe? Unë jam të gjitha. Të gjitha? Po, Po kush të thret poti? babi, Kush të thret Pocahontas? nini, Kush të thret Mowgli? dada, E cila të pëlqen më së shumti? poti. Ty të thret babi edhe poji bosi. A je bos apo jo? Po, Kush është bos në shtëpi? una, Tregoj Nini, ta kemë shumë lodra në Tiranë, në Prishtinë, apo te Kopshti? më shumë ti kam në shkollë. Në shkollë, dhe cilat të pëlqejnë? Më pëlqen ta bëjmë një pyetje para për shokët dhe shoqe këti kemon më shumë. Okej. Kë e ke shok dhe shoqe në shkollë? Kidën edhe zakun. Kiden edhe zakun. Orkiden. Po, Okej. kida e ka emrin. Kida. Kida, orkide. Okej. Mirë, pse e don kiden edhe zakun? Po, ato i luin me mu. Edhe çka luni? Luim hapa dollapa. Tjetër? Luim shumë gjëra. Shumë gjëra? Po, Okej. Pse nuk e heq një atë kapelti? Hiqe kapelën. Po të pengon kapela? po, Okej, shumë bukur. Tregoj tani, a e din ti kush jam unë? po, e Gjeri. Në emision jam Gjeri. Po, E në shtëpi kush jam? Nini. Nini, pra. Nini, okej. Qa do të bëje, poji, nëse flokët tua bëhen shpageta? Do i haja Me salcë të kuqe apo pa salcë të kuqe? me majonez. Shpagetat me majonez. Vërtet? Vërtet? Nuk do ta haje salcën e kuqe që ta bën dada? Do i haja. Fare? Fare. Okej. Po të mund të shkonin atletet tua tani diku, ku do të shkonin? Do të shkonin si për kokës time ose si për shtëpisë. E qa do bënin atje? Do flenin, do bënin party, do mi bënin flokët kaçurela. Vërtet? Atletet e tua? Po, Si do t'i quaj e ti atletet? këpuc kaçurele që mi bëjnë flokët kaçurele. Kush t'i rregullon flokët ty? Kush t'i ka rregullu ty sot flokët? Sot Po, mi ka rregullu Buki. Buki. A ti rregullon gjithmonë Buki flokët? Jo, ndonjëherë mi rregullon Nini ose dada. Ti tha atletet për mbi shtëpi. Po ti në rase do të shkoje me atletet tua, në rase do të mund të fluturoje, ku do të shkoje? Do fluturoja dhe do ikja diku që kishte Wonderland. Wonderland. You like to be in a Wonderland? Yeah. What would you do in a Wonderland? In Wonderland, What? I would do whatever I want. Do me pasë kamena. Qa kemë rena? Wow! E kush është ai? Gjinu, më ka bler babi. Oj, babi ta ka ble? Ku ta ka ble babi? Pse s'ma ka ble babi edhe munje? Po ka haru. Ah, ka haru. A ka haru a nuk ka dasht? Ka haru. Ka haru. Po babi ty gjithmonë blen gjëra, mus më blen asgjë.
Unë do i them në një ditë edhe do i bërtas që s'të ka bler. Edhe dadës do i them kështu njësoj po se bëri. Mirë, a e ton dadën a ninin ma shumë? A ti tregojmë dadës? Jo. Pare. Pse e ton ninin? Se ti më klenë qëra, ti më jetë me hëngër. Dhe pastaj? Më bën shumë qëra që më pëlqejnë. Okej. E dada, qatë për dada? Tata, vetëm nuk do të më pëlqejnë që mi bën. Po dada ti blenë ëmbëlsira, nini nuk të jep ëmbëlsira. Po prit. Nene, ti më vun në gjumë, ti më jep telefonin. Po dada të jep telefonin. Jo, ti me ndojë për telefonin gjithmonë, kushte tata nuk dohet. Nuk mundohet, pare. Kush ti tregon prallat, a ti tregon nini prallat. Pa, Okej. Po Tulane, qa? te dhoma ninit e ke një arush, një teddy bear. Jo është dhoma ime. U e ke marrë? Kur e morë ti? Se di ku shë qoj. Okej. A i ke thanë garnes me tala teddy bearin? Jo, Jo, okej. Mirë, që ka ragjinu atë. tregoj ninit. Në rast se arushi jot ka telefon, edhe ta kishte qu ty një SMS, qa kishte shkru? Do kishte shkru, apo vjen me mua të luajm të lodrat, ose apo vjen që të bëjmë akullore, ose të bëjmë një parti. Qfar parti? Kë do ta ftonit në parti? Do ta ftonim Kë? ninin, dadën, të gjithë që i kam unë shok. Po tjetër, Aleku, na do ta ftoje? Po, Ejrën, gjithë, po, Unën, po, Zojin, po, Zakun, po, Daursin, po, Roan, po, edhe kë tjetër? Dajnën, gjithë. Të gjithë do t'i ftoje, shumë bukur, okej. E kishti brenda kapelin. Çka në rast se çanta fillon me ta hangër kapelin? Unë e heq para se ta kafshoj, po e pash. Vërtet? Po çka në rast se çanta jote, vërtet dhe thot jam e uritur. Qa do bëje ti? Unë do i thola, mos e haj, po haj gjëra si unë. Kastravec, domate, djath, se ato të bëjnë mirë. Vërtet? Se do të bërtas pastaj, e? E mirë, çka nuk duhet me hangër çanta? Nuk duhet me hëngër lodra, kapele, nuk i bëjnë mirë. I dhem lukthi, i dhem barku? Po, Okej. asë mbëlsira, Asë ëmbëlsira. Pse nuk duhet me hangër ëmbëlsira? A bën? se i prishe dhëmbi. A të shprish edhe ty ndonjë dhëmb? Jo, mos e shprish akoma, vetëm pak mrapa mu ka bëhe zezë. Edhe? A ke qenë te mjeku i dhëmbëve? Po, Edhe qa bëre? po bërëm gjëra që janë për t'i shëru. Edhe a ke qenë ti shumë kështu trimnesh? Po, Qa t'ka thanë mjekja? ka thonë, me këtë ilaqin, Po? me këtë brushën dhe këtë ilaqin për dhëmat dhe pastroj gjithë ditën, edhe pas se të flesh edhe kur të zgjohesh. A, shumë Kjo bukur. mos të të prishet. A bën mi tregu ti ninit, kush është më fani? A është mami, a babi, a dada, a nini, a nona Dita, a gjyshi Luli? Kush është më fani? Babi, Babi, pse qa bën babi? më thot mogli, tokli, qopli, pumpi. Dhe pastaj, qa bën ti me babin kur është fani babi? Unë qesh edhe unë bëj bubulani, babalani, tututani.
Okej. Dhe unë gjëra. Mirë, kur vjen ti te Prishtina, ku shkon me babin? Shkoj te Lodra, shkoj dikum si në restoran, gjithku. A shkon edhe te Prishtina? Pa. Qa bën te Prishtina? Me kë noton te Prishtina? Notoj me babin, me ninin, me madhen, gjithë. Por ti te Tirana shkon në dance class. A shkon në dance class? Pa. Qa bën atje në dance class? Në dance class kërcej, bëm gjëra për balet. Dhe qa bën tjetër? Vetëm këto. Vetëm këto. Dhe te Tirana, ku shkon me mamin? Shkoj te Lodrat, në lokal, gjithë ku më qonë babi, më qonë edhe mami. Oh, qmiri. Dëgjo, which is your preferred doll? Është Elsa? Është Anna? My favorite doll is Rumi. Rumi? Why Rumi? Because I love her, she's the best. Why is she the best? Because she does have braids sometimes like me, but she has them every single day. I do sometimes not have braids. Well, our hair are going to be matchy whenever I have braids and I see her with her braids. So what do you like, for example, when you go to school? Like when I go to school, I have friends, I like them, but the most I like when I learn new things. What did you learn? Which new things did you learn recently? I officially learned about how to read things, Okay. how to tell things, like how to do anything, like a fashion show, anything. Fashion show? Yeah, I did it one day in my house. Really? Was it good? Very good. So tell me now. Do you have someone to do fashion show here in Pristina? Well, I only have Dad, Nini, and Dada. That's all. That's all. And why don't you invite Alec, Roa, Una, Eira to do fashion show together? But, I was about to invite them, but when I invited them, they said they don't want to do it. Why? Because they don't. Oh, they don't. Okay. So what do you think? What would they like to do? Well, I think they would like if we had a party or if we did experiments. Oh, really? So what kind of experiment would you do now? So, like, I would take some yogurt, eggs, 2 eggs, and milk, And ice, what to do with that? and mix it all up when I'm done, and then put everything back, and then put something that blows up, and then close it, and then it's going to blow up inside. Wow. And then it's going to be just like some bubbles. Like volcano. Yeah. Okay. What does volcano produce? What goes outside of volcano? Lava. Really? Yeah. Is it hot? Yeah, it's so hot. You must never touch it. Oh, So okay. hot. It can burn you. Really? I didn't know that. Now tell me, what would you like to be when you grow up? I would like to be a monkey A monkey? because I love monkeys. Really? I thought that you love Pika, that you love dogs. I do like dogs, but monkeys are way more cuter. They like bananas just like me. Really? I like the bananas. Do you want a banana now? Well, I would want to eat it later if I see monkeys. Oh, okay. So, where would you like to go after you finish this interview with Nini? I would like to go to the playground
or bring someone else and see them to do the interview with you. Whatever you want, we can do. Oh, whatever we want. Now, do you like surprises? Yes, I do. Really? Yeah. Why are you watching this? Because I think there's a surprise inside. Oh, really? And Gino wants to open it right now. Gino wants to open it? Yes. Okay, tell Gino that he can open the surprise. And here, Poi, we finished the interview with you. Are we done? Yeah. A e kemi përfundu? Po. A do të flasësh dhe për ndonjë gjë? Yeah. Bye. Ku moj bye? Bye! Poi na iku me dhuratën e gjirafës, ndërsa në këto momente miq të nderuar është radha ta ndjekim recetën e Mamadeus. Jeni edhe këtë diell me mua Atea, ne sot do ta përgatisim një mëngjes të shëndetshëm. E kemi një mëngjes për ditët kur dëshirojmë edhe fëmijëve m'ju dhanë gjëra të shëndetshme edhe për vete me ushqim shëndetshëm. E kemi një mëngjes me dredhza, me drithra dhe me fara. Së pari, po e shihni ka marrë 4 dredhza, për ndryshe ju mundeni me I marrë sa të doni, vetëm sigurohuni që dredhzat me qenë më të buta. I shtypni kështu me piru. Dredhzat janë shtyp mjaftueshëm, pasi që nuk është e thënë të bëhen pure, prandaj shtypen me piru. Ja shtojmë 4 lugë gjelle kos. Edhe këtu kam 4 lugë gjelle fara chia. Vetëm ta keni parasysh që ky mëngjes nuk konsumohet me njëherë, pasi që nëse fara chia nuk lihen për t'u fryrë me lagështin e ushqimit në cilën gjendem, për shembull në qumësht ose në kos, atëherë ato do të fryhen në stomakun tuaj dhe do t'ju shkaktojnë gjendje të fryrjes apo të një sikletit brendshëm. Prandaj është mirë që t'i lini të fryhen në ushqim e pastaj t'i konsumoni të fryra. Zakonisht fara chia fryhen për 1 deri në 4 orë, ato janë të gatshme për konsumim. Po I shtojmë edhe kokos edhe po I përzim kështu. Tani, unë këtu kam tërshër të fryrë, ju mund të përdorni çfarë do lloj drithi që dëshironi. Po ja hedhi përsipër gjysmën së pjatës. Kam banane të prerë në rraf. Edhe në këtë zbrastirën që më kam vetë, do t'i shtoj kokos ekstra. Kanë me mu dasht salvetat bora, për me pastru pak pjatën, sepse pas salvetat bora, unë s'di bilet pse nuk mi pas kanë lënë, këto duna vetë mi marë. Nëse nuk I ndihmon vetës, nuk ndihmon kërkosh, thojnë fjale urtë popullore. Bora shpëtimi jonë, edhe pastroj pak pjatën për me u duk ma bukur për servim, se gjithë ky mëngjes, kaq I bukur, kaq I shishëm, kaq nutritiv. Në fund pjata me u duk keq, diçka nuk po më duket që shkana. Faleminderit Bora që na shpëton. Atëherë, miqt e mi të dashur, ky është një mëngjes super ekstra fantastiko shkencor. Edhe për një është edhe fantastiko shkencor, se është e shëndetshme, këtu ka edhe shkencë brenda. Janë gjithë përbërësit me omega 3, me fibra, me vitamin A, me vitamin B prej drithrave, me proteina prej kosit. Gjitha I kemi në këtë pjatë, kaq të thjeshtë që përgatita kaq shpejt, e që na kënaq. Uroj që edhe juve t'ju bëj mirë kur ta provoni, e ne shihemi sërish të dielën tjetër. Miq të nderuar, në këto qaste e ka vendin mysafirja ime e radhës. Është një vajzë e lezetshme, në klasë të parë shkon, është nxënëse shkëlqyshme. Është vajza e një moderatori që ju e doni shumë. Është vajza e një gruaje që kujdeset për të, është nënë e shkëlqyeshme. Dhe kjo është
Roa gashi. Roa zemër. Qa po bën? A je mirë? Mirë. A ke qenë shkollë sot? Po, jo. Jo, sot ke ardhë këtu te teta Gjeri. Po, Po. Kallëzoj teta Gjerit mëra me çfarë kuklash ke lujt? Cilat kukla i ke marrë? i ku marrë barbikën. Barbika të pëlqena. E atë pëlqen Rumi? E Elsa? E Ana? Jo, Nuk pëlqen Ana? As po së pëlqen Ana. A ki pas sa pa lidhje është Ana? Po, Po, barbika është shumë e bukur. A e vesh barbikën? po. Po, pra. Kallëzëm, në shkollë, kone ki shoqen ma të mirë? E kam Noelën, Trevën, Pojën. Noelën, Treven dhe Pojin. Po. Okej, e të tezja kujtesa kone ki? E të e kam Lirën dhe Lunën. Okej, shumë bukur. Kallëzoj të ta Gjerit. A e donë teze kujtesën ma shumë, a hala Agnesën? Të të në kujtes. Po pra, se me tezën kujtesë je për deta, po? Po, Qashtu, hala Agnesa është largë. po. Apo, qashtu. Okej, kallëzëm të ashti mu sa ki qef me shkun pej. Shumë. Qa bën pej kur shkon? Shkoj të hala jam. Po, Në luj, knoqëna shumë. a shumë knoqësh, a? E me qka lun? Luj me halën time. Vërtet? Edhe vetë. Edhe vet. E mirë, hala atë ka ble lodra? Kur vjen Prishtinë, bli. Kur vjen Prishtinë, blena? Okej. Qatë ka ble hala? Ma ka bli një kukull të madhe. është qishtët. Kukull e madhe qishtët? A qishtët? Qishtët. Okej. Kallëzoj ti të ta Gjerit, kur e ki marrë 500 e fundet? S'po marrë pesqe. S'po mërë 500? Jo. Pse? Se në klasën e parë luk marrë. A nuk japin 500, a ki marrë naj yll? Po, Sa ylla i ke marrë? i ku marrë. Zdi sa, po, zdi sa i ku marrë. Ama ki marrë ylla? Okej. A jetu mësu me shkru edhe me lexu? Po, Edhe të cila shkronjë jeni tash? të shkronja Z. Të shkronja Z dhe krejt alfabetin e ki mësua? Po besh i kam edhe 3. Edhe... Garant edhe 2. Okej, garant edhe 2. Kallëzoj ti të ta Gjerit tash në shkollë, qka të pëlqen mas shumë ti me ba në shkollë? Me mësu. Me mësu, o zemrej. Kur vjen në shtëpi, qka bën? Vizatoj. Vizaton, qka vizaton mas shumë ti? Vizatoj naj princesha. Princesha, ta ja bën fustanat e bukur? Po, A i bën me ngjyra? i bëj qysh. Qysh dusha? Po, Ama bën mu një fustan? ta bëj. Atë madh, atë vogël. Po me ta bëj qysh dush. Qysh dush? Qa ki qef më bo kur të rritesh? Doktorish. Doktorish! Bravo! E kallëzon pse doktorish? Se maj mi aja fmive një niksion, edhe maj mi shnosh, maj mi demu. Ja jape hapa. Edhe mi ndihmu kur janë smut, mos mi dhim trupi. Po, Bravo! E tash kallëzom, Roa, a këqyr filmati? po. Cili film të pëlqen mas shumë? Ariel, një mermaid. Mermaid, Ariel. Unë e di që babi ta ka blie dhe lodrën e Mermaid, apo? Po, E ki Ariel. Ata I ka blie... kam edhe 2, i kam në shpe, i kam 2. Pse se a ki pru të ta Gjerit një? S'kom mujt, s'kom pasko. S'ke pas kohë, o shpirti të ta Gjerit. Tregoj ti të ta Gjerit, kush të blen lodra ma shumë? Mami a babi? Babi, edhe mami. Babi edhe mami. Mami pak ma pak. Po, Po mami thuj s'ka vakt me dal. Kush e bën drekën te shtëpia? mami. Mami, a të pëlqen? Po, A i pëlqen edhe babit? po. Po pra,
Kur kimi thirë të tagjerin ti për drek? Zdi. Thuj mamit thirë të tagjerin për drek se të tagjeri thuj është tërpjajk. Ani? Okej. Çka të pëlqen kur mami pregadit mas shumë ti? Gjell me patate, pasol edhe pita me kungo, edhe gjell me patate 2 herë, me hungër. Me hongër 2 herë. Qyre, kur të bën mami piten me kungull, mi thirë. Edhe pita me spanaq. Edhe pite me spanaq mi thirë të tagjerin, okej? Okej. Mos harro? Jo karaj. Qashtu, okej. E ti kur vjen të tagjeri, qa ki qef me hongër? Atë supën që e bën. Atë supën që e bëja? Gjithë ka me ta bo ty të tagjeri. Gjithë. Edhe orez. Edhe orizit pëlqen. Edhe orizin ka me ta bo ty të tagjeri. Gjithë. E kur vjen të tagjeri me kon lundi? Me pojnë. Me pojnë, pse nuk lun me të tagjeri dhe të tagjeri? Ka qef me lujt me ty? Se je e madhe. Ajo me madhe poni me unë s'bën me lujt. Okej. A bën me lujt në jetë? Zdi. Kallëzëm kusht qënë ty në shkollë? Mami. Mami, kusht merë prej shkollës? Mami. Krejt mami. Të ndite me Edhe me. edhe ka një herë babi. Ka një herë, babi. Edhe 2 ato marrë. Okej. Kusht kallëzën pralla ty mas shumë ti? Mami. Kush të këndon ty mas shumë ti? Në këndat ma shumë të mami dhe babi. Të dytë. E gjyshja? Jo. As gjyshja pejës? Jo. Nuk këndojna? Jo. Sa ti kallëzoju në gjyshes pejës edhe gjyshes Prishtinës që duheni mi këndu roa se mi kallëzu pralla, apo? Po ma shumë të edu mami më kallëzu pralla. Mas shumë ti e don mamin me të kallëzu pralla. Kallëzëm cila është pralla e fundit që ta ka kallëzu mami? Ata ka kallëzu me kësyl kuqen një. Po, A të ka pëlqy? po shumë. Qa ka bo kësyl kuqe aty? A e ka pështu gjyshen e vetë? Po, A kimi pështu edhe ti gjyshen tonë dhe kur po. me bo me ta sulmu Po. ujku? Po pra. Po pra. Po ujko nuk ekziston mo. Nuk ekziston, po dhe s'ka më ujk. Qashtu. Tregoj ti të tagjerit qa ki qef me bo që tash për shembull. Këtë moment. Që da? Po, sot që tash. Me shku me lut me pojen ma Alikon. A u për ta mërzite me krejt. të tagjerin? Jo. O shpiti vogël. A të pëlqejnë surprizat? Po. Sa të pëlqejnë surprizat? 10. Prej 1 deri në 10, 10 pëlqejnë, a? Jo 100. 100 pëlqejnë. E qka thu ti të tagjeri me ta pru ty një surpriz? Me ta dhonë një surpriz? Zdi. A ishe gëzu? Të tagjeri e ka thirë një gjagjirinorin, edhe i ka thonë gjagjirinori, une e kom një qik shumë të mirë, është në gjanse e mirë, është qik e mirë, e ndëgjën mamin, e ndëgjën babin, edhe po mëson mirë, më duhet një surpriz për te. Ane. Edhe gjagjirinori e ka pru qëre që to e ki surprizën. Që to është surpriza për ty. Ane. Mere shpirt, hape, shikoje qëfar surprize ki brenda. Hape. Qka është ajo? është një Smartwatch. është ore menqur. Wow. Ani po të shkoj ka me këmish. Pink e ki orën, pink. Ama me ta qitë të tagjeri orën. Hajde këtu ta qitë të tagjeri orën. Wow. Qka i thuti gjagjirinorit të gjirafës? Faleminderit. Faleminderit pra. Oroa, edhe unë e kam pink. Ej, Oroa, edhe ma pupo është pink. Ej, Ore. Qe kështu. O, sa bukur.
Edhe rohat falemderit që ki ardhë shpirti jem. Tash, lirisht mund është me shku me Alekun. Alek, hajde qëtu. Me Alekun edhe me Pojin me lujt. A bën me më thirë edhe mu me lujt me juve? Që atje nalë të dhoma? Nope? Jo, pse jo? A me ardhun e me lujt me juve, Roa? Zdi. Roa s'po i vjen keq. Përshëndetje që kusht të nderuar. Unë për ju sot kam një këshill shumë të shkurtër, por shumë të vlefshme, e cila përgatitet me lulen e jorgovanit dhe me gjethet e rozmarinës. Për to ju nevojitet një deg kështu e mirë shëndoshe lulës të jorgovanit dhe disa deg ose gjethe të rozmarinës. E merrni një kavanos, i lani mirë fillimisht të gjethet dhe i thane në një leckë ose me një letër kuzhine, i paloni kështu në fund të kavanozit, pastaj i merrni gjethet e lulen e jorgovanit, e veni pa këtë degën, do më thonë, vetëm lulet. Dhe i veni në kavanoz, por jo duke i trus, duke i shty poshtë, vetëm ashtu butësisht e mbushni kavanozin. Pastaj e merrni vaj ulliri, sidomos nëse keni vajën e shkrelës, do të bëhet edhe shumë më mirë, ekstra vaj virgjë, dhe e mbushni kavanozin me vaj derisa të mbulohen lulet në kavanoz. Kavanozin e mbyllni mirë dhe këtë e leni diku nën hije jashtë deri 15 ditë. Do më thonë jashtë dikun larg diellit, ndër hije, po me qenë jashtë 15 ditë. Dhe ko pas kohë, për 15 ditë, ka të endenin edhe shini kavanozin, e rrotulloni kështu disa herë dhe e leni. Pastaj e kulloni nga këto lullet në shishe gjamit patjetër, kurse si plastikës, dhe e leni diku në runi në vend të errët. Jorgovani është, përveç asaj që ka një aromë të bukur dhe është shumë i bukur, është një antiinflamator jashtëzakonisht i fortë. Do të thotë, kudo që të keni dhimbje, e lyni me këta vaj të cilën e keni përgatit me lulet të jorgovanit. Pastaj nëse ju hajnë mickoja dikun gjatë verës, atëre lyni atë vendin. Nëse thjesht jeni të lodhur dhe thjesht nuk e dini veten të mirë, nuk keni disponim, kjo ka dhe stimulimin e vet jorgovani, i cili do t'ju mundson që të ndjeni më mirë. Prandaj, thjesht e lyni pak ndërhun, mas veshve, këtu rreth shafe, ashtu si kur ta veni parfimin, dhe do të vreni se do të keni disponim shumë atë mirë. Gjithashtu, rozmarina është jashtëzakonisht e mirë për dhimbje reumatike, prandaj një kombinim i mirë, rozmarin, vaj ulliri dhe lule jorgovani do t'ju ndihmojnë ndoshta të gjithë verën t'jeni rahat në mënyrë natyrale. Shikues të nderuar, unë me këtë këshill ju kisha përshëndet, ju ke uruar gjithë të mirë. Miq të nderuar, jemi përsëri me një mysafire të vogël të lezetshme si sheqer. Jemi me një sherrë të vogël, jemi me një fytyrë që jeni mësuar kohë pas kohë ta shihni tek recetat e Mamadeus, për shkak se është e vija e Dea Venhari Dragaj dhe quhet Juna Dragaj. Junushe, sa e don të taxherin thuj? Shumë. Shumë, sa është ajo kaq? Shumë apo shumë? Shumë. Shumë, edhe të taxherit ty të don shumë. Më trego tash ti mu. A e don ma shumë Anikën, babin, mamin apo macën? Anikan. Anikën. Kush bën sherrë ma shumë të shtëpia ti, Anika? Ana. Ti? Qa bën sherrë? Çka bën kallëzoj të taxherit? Nuk të nin kërkosh veç të taxherit nin. Sti. Aja ki prish për shembull mamit në i sen, që e ka rregullu mami? Jo. Jo. E Anika? Ka prisha.
kallëzu mamit? Atë ka thonë Anika mos i kallëzo mamit? Edhe? Ti ke kallëzu mamit? Okej. Ti e ki një tezë në Hollanda, po? Si e ka emrin tezja në Holland? Malisa. Malisa, e ki edhe një tezë në Gjermani? E ka emrin Rina? Cilën e donë ma shumë? Tezë Malisën a tezë Rinën? A shpi? Malisën. Tezë Malisën. Pse tezë Malisën atë bjen dhurata shumë? A ta blen ty të tagjeri një kukull? A ki qef me tablet të tagjeri një kukull? Qfar kukle donë me tablet të tagjeri? Elsa. Elsën, ta blen të tagjeri ty Elsën. Okej, a ke qef mi andru fustanat Elsës? Qfar ngjyre i ke qef fustanat e Elsës? Kaltërt, Kaltërt, po. tjolse, edhe pembe. Kaltërt, vjollce dhe pembe, ka me tablet të tagjeri me njenin prej këtyne fustanave dhe ti pastaj janë ndron. Ndonjë kukull tjetër atë pëlqen? Jo. Jo, okej, shumë bukur. A ke qef me u vesh si kur Elsa? Me fustan të gjatë? Te tagjeri ty të ka pa me një fustan pink të bukur shumë, duke bërë balet. Atë pëlqen? Atë pëlqen shumë baleti? Jam. Edhe mu më pëlqen shumë baleti, po te tagjeri është e trash, është e madhe, edhe diqysh pa lidhje me shku në balet. Por, te tagjeri shkon në balet edhe të shikon ty. Aty te publiku është gjithmonë te tagjeri edhe ty të shiku, edhe ty edhe unën. Kallëzoj ti te tagjeri çka ki qef me vizatu? Shpi. Me, çfarë ngjyrash? Pembe dhe tjolse. Pembe dhe vjollcë, okej. A ja bën kulmin shpis? A bën me ngjyrë të bëj kaft? Okej. Kushta ka mësu me e bo me ngjyrë të bëj kaft? Unë se kom ditë deri vonë. Shoqet e mia. Shoqet e mia, shoqet e tu janë qerdhe? A i ki shoqet e mira? Cilat i ki shoqet ma të mira? Helenën, Po, tjetër, Anikën, tjetër, Arjan. Arjanën. Okej, cila ta ka mësu me e bo kulmin e shpis? Helena. Elena, të regoj të tagjerit ti. Sot, kur ke arte të tagjeri, atë ka vesh mami a je vesh vet? Vat. Vet, pra, thuj, unë jam fashion designer, a je fashion designer ti? Po pra, se mu mami më ka tregu që ti vishesh vet, se ti je qike madhe, edhe ti përzgjedhë ngjyrat vet. A që ashtu? A din sa bukur je vesh sot? Kush ti ka ble pantalonat? Mame. Mami. Atë ka kallëzu mami që pantalonat flasin? Natën, kur ti flen, pantalonat i kallëzojnë mamit krejt ku ke shku ti. Për shembull, sot, kur shkon me fjetë ti në gjumë, pantalonat kanë mi tregu mamit që ti ke qenë te tagjeri. Kallëzoj ti te tagjerit, çka ke dëshirë të bësh kur të rritesh? Studiu balet. Me studiu balet? Bravo! Edhe te tagjeri ka pas qef me studiu balet. A ke qef me shku në det? Po. A ke qef me shku në mal? Po. Me ken ke qef me shku në det e me ken ke qef me shku në mal? Në mal kam qef me shku me babën. Po, pse? Se ki me skiju, edhe ka me qitë babin saja, apo? Edhe kënaqesh me babin. A ki qef me pas qenë në shpi? Po, kam pas. E ki pas një shumë i bukur ka qenë, te tagjeri e din. E macën, a e don macën? Po, A ja ki ngre bishtin na herë macës? Kur, a ki flajt me macën? gjithë. Gjithë. Ju na din gjuhën Sa angleze me fol? Hmm? Do you know English? Yes. Of course that you know English. Do you know how to sing something in English? I have a friend, and Jitty is my friend.
Karavandan, gjire, karavandan, gjire, gjire kanë të down. Wow, bravo, bravo! Po ti po këndoj ke bukur moj? And also in English. Do you like surprises? Yes, Do you like very much or so-so? very much. Very much. Here is a surprise for you. Meni her, hape. Hape, shkyje. Vuf! Bravo! So what's that? What's that? It's a smartwatch. Smartwatch. Do you like it? Yes. Okay, you can tell to Gigi Rinori from Giraffa. Thank you, Gigi Rinori. Thank you, Jaja, Renore. Okay, come and hug, Teta Giri. Come and hug. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët edhe këtë diel, ku tjetër në Rudis Cake në emisionin Në Muajt Gjuhës me Gjirin. Sot kemi me përgatit një mini ëmbëlsirë në silikona në forma katrore. Unë e përgatiti fillimisht veshtri, copa, mandena ju e shihni procedurën dhe mundeni me përgatit sado që doni. Çka na vjen prej produkteve? Prej produkteve na vjen kremdjati, pana të cilën një pjesë do ta vlojmë, një pjesë do ta rrohim, çokolada e zezë dhe kaq. Derisa të vlon pjesa e panës, ne kemi pjesën që do ta rrohim, e bashkojmë me krem djath. Derisa të vlon kjo, vendosim në atë pjesë vendosim edhe çokoladën, pastaj te pana e vluar. E me mikser. Pandisponjën veç e kom përgatit. Pandisponjën mundeni me e gjetë në njëra nga recetat tona që i kemi në kanalin ton të YouTube-it, pasi që kemi shumë receta. Është mjaftueshëm, pasi që nuk na duhet edhe sasi e madhe, para ka fillu të vloj. Derisa të vloj, unë gjithmonë e spjegoj deri të bën gërll, do të thonë ju veç me dale ajo nxehtësia e parë, po derisa të vlon mirë, ka fillu me bë gërll, kështu që e ndalim nxehtësinë. Në këtë pjesë kemi me shtu edhe sasinë e çokoladës së zezë, na duhen 100 gram. Që pak më shumë, ne vendosim. Dhe përzim derisa të shkrihet çokolada. Nganjëherë unë shumë shpejt i vendosi edhe gjanat, kështu që edhe kamermanat e kanë tani vështirë me i kap në detaje krejt çka po qes. Mirë po, e keni në kanalin ton të YouTube-it të gjithë recetën se si ta përgatisni ëmbëlsirën. Tani e bashkojmë me pjesën e kremdjathit edhe panës së rrohur. Mundohuni sa ma pak erë me bo palo, kështu që për vreni unë me 2 erë jam të punu, kështu që mundohuni sa ma pak, se që ato keni mi la vetë mandina, kështu që sa ma pak erë palo, qash ma letë për juve. Derisa të përzjet mirë. Unë tani kremën ko me vendos në qeset e pastiqeris. Dhe vendosim. Si me pas matë. Vendosim pjesën. Spanjës e pjesën e fundit. Miq të dashur, unë po i vendosi në ngrirje dhe kthehemi për dekorin e ëmbëlsirës. Glazurën, veç ja kom spjegu në emisionin e kaluar që shme bo, ne kemi të gatshme dhe fillojmë me e ly ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat siç po e shihni janë të ngrira, dhe sa po i kam nxjerr nga minusi dhe po i lyj me glazurë me njëherë. Unë në pjatë po e vendosi vetëm njërën, pastaj tjerat i hojnë na. Çka kom i vendos për dekor? Do të vendosi vetëm një dredh të artë, që për pas në ato. Dhe jam ish të dashur një ëmbëlsirë shumë e shpejt për 2 orë gjysmë e përgatitur, mirë po perfekte në pjatë. Mundeni mja
bo musafirit ma special që vjen të jo, edhe me thone kena pa në emision ma e gjos të Rudi. Bile dilën ashme në betë që ditën e mirë. Miq të nderuar, në radhë tani e kemi një bukuroshe, një atlete. Kur e kam pa në njërën prej qendrave ku ka lodra shumë, rotullohej, kcente, vraponte, ka përcente shumë gjëra dhe është si sorkadhe. Emrin e ka Eira Domi. O shpirt, a e knaq mujt e lodrat mram? Shumë? Okej. Të regoj tash ti të tagjerit, kush për ta prish gjumin ty? Thori. Thori. A i ki thonë Thorit mos ma prish gjumin? I vogël jebe mos s'kam qa me bo. A i ki thonë? Qa i ke thonë? Than, e që kom vonë mos ma prish gjumin. Po, normal. A i ki thonë mamit, thuj Thorit mos t'kanë qatë shumë se po du me flajt? Mami më ka thonë që Thori po hanë shumë. A i ki pati Thorin ty hongërsh? Edhe? Qa pi pëlqen Thorit me hongër? Banania. Banania. E ti? A të pëlqen ty banania? Qysh e hanë bananën kështu komplet apo të shtypur? Komplet. Komplet. Cilat pemë tjera të pëlqen ty? Rushe edhe qërshia. Rushi, qershia dhe bananjat. Të ri pemë. E dredhzat a i hanë? Po, Ku e dhoni këtu dredhzat shumë? Se s'ja ki pru të tagjerit do dredhza. ku me ditë që të pëlqen ty? Po pse mu më pëlqenjë moj? Qysh ku me dit? A i kom hongër dredhzat të gjyshi jëtë? Po, Qysh se ki dit që mu më pëlqenjë dredhzat? Tash. Kone tonë ma shumë. A durin, a likën. det. Dyt? Po, Unë e valla kom dash babin. Edhe ka njëherë e dojqa babin, ka njëherë nanin. Ti, a e dojnë babin, a nanin, a të dytë? të det. Të dytë, gjithë të dyta? Cili bërtet ma shumë? Nana. Nana. E kur të bërtet nana, e dojnë nanën, a babin? Të det. Prapa? Po, Edhe pse bërtet nania? Kallëzëm ti mu. A i ki shoqet e mira në shkollë? po, Cilat i ki ma të mirat? lunën. Lunën, çka bon me lunën të shkolla? Lujmë bashkë. Çka luni? Kile. Kile. E qysh është ajo se unë kur s'kom lujt kile? Njoni ngon, Po, edhe tjetre duhet me nxon. po, edhe masanej? Mas nej, kur ta nxan dush me prek edhe dush me fon kile. Edhe qajo koka kilea? Po, E tash, afro mu pak. Tash unë kur të preki ty qishtu, ta kom bo kilea? po, Bënja ti të tagjerit kile? Qashtu, okej. Ama unë t'ja voj Sadikut kile. Kile Sadik, për cjellë kilen. A qishtu? po, A keni lodra atje? po, Cilën mësuse e dënë mas shumë ti? fjollën. Fjollën. A t'ja qojmë ka një mpuq fjollës na? Për këtu? Po, Fjollës. Okej. Kallëzëm tash ti mu, unë e di që unë a shkon në balet. Edhe ju na shkon në balet. Ti a shkon në balet? Jo. Por, ti lun balet në shtëpi. Po. A ki që? E pse nuk shkon në balet? se du me shku në balet, veç kom du me lut në shtëpe. Në shtëpi, okej. Tregom tash ti mu, cilën gjyshe e don ma shumë? Të dyjat. Të dyjat. Unë e kom dash një gjyshe veç. Pse i don të dyjat? Pse e don Mitën edhe pse e don Laurën? Se Laura më len sana, Po, e Mita? më qënë shpesh më brëdheu. E cilin gjyshe don ma shumë? Tët. Dyt. Kallëzëm.
Sa e don macën. Qika. Kush I jep me hangër macës? Gjyshi. Gjyshi. E ti a kujdesesh për macën? Po. Okej, a ki flajt me macën në herë? Jo, veç ajo se qona mund gjaz më vjen të koka. Te koka dhe qa bën? Ata bën brr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 
kur bosh gati për shkollë, kush të vesh? A vesh që shvet, a të vesh mami? Mami, Qa ki qef ti me vesh mas shumë ti? uniformën. Uniformën e shkollës? Oke, qëfar ngjyre e ki uniformën? Zezave të bardhë. Të zezë dhe të bardhë. Kallëzoj ti të agjerit. A ki qef me shku të lodrat, apo me shku me pa një film me mamin e me babin? Me pa një film me mamin e me babin. Okej. Ti me mamin edhe me babin, për çdo dimën, shkon në skijim. A ke fillu me mësu skijimin? Po, Apo të pëlqen? po. A është ma mirë me shku në deti, a me shku në skijim? Deti. Në deti pse? Se mundër me la dhe me lut me zollë. E të skijimi? Të shkimi veç me skiu. Veç me skiju. Kallëzoj të agjerit ku ki qef me udhtu? Në Turqi. Turqi? Të gjyshi edhe të Laura? Edhe unë e kom qef me shku në Turqi. Kallëzëm tjetër, ku ki qef? A ki qef për shembull me shku në Han? Po, Me anije kozmike? po. Qa kishe bo në Han? I kësha këtyri thonet. Krejt galaksina e kishe shiqu? Kur jenë shpi, a ki qef me dal jashtë? Po, E kur je jashtë, a ki qef me imrana? Veç jashtë, kom qef me lujt, thuj. Sa shoqe i ki? 4. 4 a i ki shoqet mira. Jo pas. 5 a i ki shoqet mira. Shika në emnat? Nina, Luna, edhe Melisa, Po. Maja, Roza. Maja Roza. Ua, qa emnat bukur. Qa ki qef për surpriz? Kur dojnë me ta bo surpriz? Qa ki qef? Tablet. Tablet! Leko edhe Dori tablet dën qika, veç majnin men. Për ndryshe, kush ta ka ble qator që aty? Nana. Nana? A ki qef me ndru qator? Hiq? Heq. Në rastet të mune që dikush ta ka ble një orë ma të bukur, Po, qele qëto, se qëto e ki një surpriz. Hape, shpejt. What is that? smartwatch. Smartwatch. Do you like smartwatches? Dhe këtu mori fund me erën, që është shumë normale, miq të nderuar, se fëmijët janë të lirë të lëvizin dhe natyrisht që nuk presin si të mëdhenj që t'i themi faleminderit sponsorit ton të sotëm, Gjirafës, i cili dha 6 orë për fëmijët. Ja u kthi! O, zemra jeme! Thuj Gjagjirinorit edhe Gjirafës, thank you. Thank you. Thank you. Hello and welcome in the kitchen of the French residence. Today we're going to cook together a very simple dessert, but very, very good dessert. We're going to do mousse au chocolat, chocolate mousse. Chocolate mousse is very easy. We're going to use 3 main ingredients: eggs, the white and the yolk should be separate, a little bit of sugar and salt, and of course some chocolate. So you'll see it will be very easy. Just follow me and we will succeed. The first things to do is to melt the chocolate. We melt in the bain-marie, which is hot water, put the chocolate on it, and then make it like liquid. I keep it here, it's hot, it's gonna stay liquid like that, and now the trick is to whisk the white. Here is my egg white.
I'm gonna add in my egg whites a little bit of salt. Even though it's a dessert, I will add a little bit of salt because it will help my egg whites to go very liquid. That will help me to put some air on. So a little bit of salt, not much. Then big whisk, and you go in the white, and we don't need to get out of the white. Stay in the white and right, left, right, left, right, left. As you see, the color is changing. It's going to whiter and whiter, and we want it stiffer and stiffer. When the whites are okay, we just add a little bit of sugar, not much, and last turn, and it will be finished for the whites. Finish. Now we're going to add the rest of the ingredients. So I take my chocolate, we add the egg yolks on it, a little bit of vanilla, because I like it, and then a little bit of your egg whites. And with the whisk, you're just going to whisk it, because this is very fluffy, this is very solid. If I don't, I need to put it a little bit solid, a little bit less solid, because I can't mix together well. So just a little bit like that. A little bit more. Here, you see it's not solid anymore, so I can add some more white. But now it's nice and gentle. So you go to the bottom, to the top, around, around, very, very slowly, because we need to keep all the air we put on the eggs. Our chocolate mousse is finished. Now we're gonna put it in the dish to serve it. We need at least 4 hours to set and to become a little bit stiffer. So I put it on the dish and I put it in the fridge. So now we're gonna put in the dish. You can use a piping bag and make it very nice, but that's the kind of dessert come from our grandmother. So we're gonna play like as it was. You don't need to make it fancy, you just need to make it gourmand in French. Just that's it. And we're gonna do all like this, and then 4 hours in the fridge, and then you will enjoy it. So I'll finish that, and we see in 4 hours. The mousse is made, so now to finish it, we're gonna add a little bit of dark chocolate. A few drops. It's just chocolate in golden powder. And now it can go to the fridge. Miq të nderuar, sot e përfundojmë komplet këtë ditë me një djalë bukurosh, me një diell, të themi kështu, me një djalë që din me numru deri në 2000, me një djalë që i do veturat, me një djalosh që ka filluar të krijojë në kompjuter çdo gjë. Dhe sot para jush, miq të nderuar, Neo Aliu. Hi Neo. How are you? You are okay? I'm good. You're fine. Okay. Tell me, Parta told me that you started creating something in computer. Did you? Yeah. What? What is that? And I created something which is very cool, but I didn't create a microphone because I don't know how to create it. Okay. So what did you create? I created some app in it, Oh, really? and And it's a game. it's a game. And who is playing in that game? It's me. Oh, can I play with you? It is. Yeah, you can. Okay. Or I can bring Poi and Alec and Roa to play with you. Okay? Can they come? Yeah. Okay, good. Tell me,
When you play alone in the computer, do you think about going out? Sometimes. Only sometimes? Do you like to go to a seaside? I do like to. Do you like to swim? I'm not good at swimming, You're not good at swimming? but I'm gonna learn. You are going to learn because your daddy will going to learn to teach you, and mommy is going to teach you, and Jushi. You see, it's my. Who is the best? Who is the best? It's Jushi, Machidita, mommy, daddy. my tita, Machidita. How does Machidita call you? the same like everyone else. No. I think that she calls you my sunshine. Yeah. Oh yeah. Oh, that's right. Yeah. Yeah. And Yeah. how do you call Machidita? Moonlight. Moonlight. Which part of the day do you like? The night or the day? I like the day. And what would you do during the day? A lot of stuff actually. For example, what? Tell Teta Jerry what? One thing. Would you go out in the nature? I would. With whom? Would you like to take Boy with you? With Parta. Parta, you would take Parta. What would you do in the woods? In a nature where there are long trees? And the creatures there. Creatures? Okay, what kind of creatures? Would you like to meet a wolf? Wolves. Would you like? The wolves kind of are like dogs, Yes, kind of scary a little bit. but they're not scary enough for me because I have Mentora. Oh, okay. What kind of animals would you like to meet? Only cute ones. Which one are cute ones? Tell me. A pig, A pig, then a cow, a cow. and then a sheep. What do you like to watch actually? Tell me. Do you like to watch movies on a TV Movies and videos. and videos? What kind of videos? What kind of movies? Tell me first. There's cool ones. Cool ones. Okay, which one is cool? Alec told me that he likes to watch Flash. Poi told me that she likes to watch Rumi. Which one do you like to watch? You mean K-pop Demon Hunters? Yes. Do I you like like to watch them? There's K-pop Demon Hunters is cool. And I like to watch it. Do you know any song of them? Yeah, it's How It's Done, and also Golden. I only know 2 songs of them. Which one? Can you? It's Soda Pop and How It's Done and Golden. You would like to be a YouTuber. Parta told me. Is she right? Yeah, she's right. What would you do as a YouTuber? I would create videos and also a channel Okay. and also make it for kids. What would you do for kids? Make it for kids. I will make the videos for kids and the channel as well. I have a question for you, but you have to tell me straight. Tell me, do you love more Jushi or Machidita? They're both my grandparents, so both. Both? Okay. Tell me, what kind of animal do you have? Cats and dogs, but I really want a pet turtle. Pet turtle? It's not what I have, but I want. Okay. So did you tell Parta to buy you a pet turtle? Yeah, Is she going to buy you? I really want it's Parta, but Parta is in tomorrow.
did Parta tell you that she's going to buy you a turtle? If Parta didn't tell you that she's going to buy you a turtle, I'm gonna buy you a turtle. Okay? Do you want... If Parta didn't tell me, I would just know that. Okay. Tell me, do you want a turtle to be bought by Parta or by me? Parta by Parta. Why by Parta? 'Cause It's Parta's- better to receive a gift from me than from Parta. Parta always buys you things. I really want a pet turtle. Well, turtles are 1 month old only when and they don't sleep right now. Don't sleep. How long do do turtles live? Do you know? Did Parta explain to you? It's forever because Forever. that's because it's something which never gets old. Well, Yes, they never get old and they live very, very long life. yeah, Okay, would you like to live very long life? I do. Yeah, okay. I already do live it. So how old are you now? 5. So how old do you want to be? The one which I'm already right now. 5. You are 5, but you want to be 5. how old? 5 Uh, plus 0 plus 0 plus 0. 5,000! I don't want to be 5,000. Why? I want to be 5,000. I want to be like a pharaoh. I don't want to be old. Oh, okay. I want to be a kid. You want to be a kid. All the time you want to be a kid. Okay, I wanted So- to be a kid also. Sometimes I am a kid. Am I a kid? You're not because you're really, really grown up. I'm really, really grown up. If your parents would start walking now, where would they go? They would go to a playground, which I really like. And what would they do? They would play there. Like I would do. So, and what about the ball? Do you play with the ball? I play with a ball in football scores because I'm good at football. You are very good at football. Yeah, Why didn't you tell me earlier? that's because I wanted to tell you later. Do you like to travel? I do like to travel Where would you like to go? everywhere. Would you like to come with Poi on a seaside? We take Seaside- Parta with us. A seaside is somewhere with some water and some toys for water, Oh, yes. which are not small, which are big, and you can even sleep there Yes, exactly. because there's beds there. Yes. Which is your favorite toy? Tell me. All of my toys. Okay. Beautiful. Do you like bicycles? Did you drove sometimes a bicycle? When I drive a bicycle, I'm not so good at driving them, so I just drive a scooter now. Oh, you drive scooter. That's because I'm not good at driving bicycles anymore. You will get very good in driving bicycles because your mom was very good in driving bicycles. Your dad was very good in driving bicycles. So you will get very good on that. Don't you worry. Tell me. I'm not good at all. I'm only good at driving scooters because scooters are withstanding, and you can even jump with them. But it's kind of dangerous. It is dangerous. But to me, it's not dangerous at all. Because I'm yeah. immortal, and also I have Mentora, and also I am immortal. Good that we know. Okay, now tell me, do you like surprises? I do like surprises. Do you like watches? Watches? Yes. A Smart wa- watches. A watch? Yes. I think about their clock. Yes. Would you like to have one? Yeah, I do want to have one. Can you check this bag? I want a gold one. Can you check this bag? Bag.
That bag. What is inside is for you. And tell us what's inside. Open the bag. Sit and don't don't know. open the bag. I don't know how to open bags. Just do it like this. Can I open for you? Yeah, but don't look inside. No, I'm not gonna look inside. Okay. What did you get? A watch. You like it? It's very good. And you press the clock on it. Yes, it's a clock. And also, you know what? With that watch, Parta can know how much did you sleep. Yeah. And Parta can know where are you every time. Even if when you come to Teta Jerry, she will know that you are at Teta Jerry's. Yeah. That's because of the watch. Yes. Are you And going it- to keep it always? I will always keep it, and when we open it up, Yes, I will help you to open it now. Give a kiss to Teta Jerry. And thank you very much that you came today, okay? thank you. Bye bye. Bye. Dhe miq të nderuar, me kaq emisioni ynë përfundoi. Unë shpresoj që jeni kënaq me përgjigjet e fëmijëve, shpresoj që keni kaluar çaste të bukura. Ishte ky emisioni i 1 qershorit, një ditë më herët, me zemrat e vogla dhe me dëshirat e tyre dhe ëndrat e tyre. Ka haruar dikë. Kë e kam harruar? Atë kucën. Vërtet? Po, unë. Oh, e thrasim përsëri. Dhe po i më paralemroj se kam harruar dhe dikë. Mirë po, këtu përfundon miq të nderuar. Të duani ne.